Drujnë të rrëzuar mbi vetura në disa rrugë të Tetovës. Këto janë pamjet nga rreshjet e shiut që përfshin rajonin e Pollogut në orët e pasdites. Rreshjet e shiut janë përcjellur edhe me stuhi të fuqishme, duke shkaktuar dëme edhe në qytet, por edhe në rajonin më të gjerë të Pollogut. Nga pamjet që arritën në redaksin ton, shihen drujnë që kanë rënë mbi vetura të parkuara, ndërsa njoftohet se menjëherë në vend ngjarje kanë dalur ekipet e zjarfiksve të Tetovës për të sanuar gjendjen e krijuar pas rreshjeve të dendura të shiut. Imazhi i radarit tregon një situatë atmosferike aktive mbi pjesën perëndimore dhe qendrore të Maqedonisë, me praninë e rreshjeve të rrëmbyeshme, stuhive dhe breshër të mundshëm. Në redaksin ton arritën edhe pamjet nga breshëri që sot ka plojë disa rajone të Kosovës. Apelohet për më shumë kujdes gjatë orëve të mbrëmjes.